Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Erlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot do trajtojmë një vrasje tjetër, një nga 100 vrasjet në historinë e shtetit shqiptar, edhe një herë ky është botimi, ky është libri, 100 vrasje më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, botuar në vitin 2017 në shtëpinë botuese Westprint këtu në Tiranë. Dhe vrasja që do trajtojmë sot është e Isa Boletinit. Kam një përcaktim për këtë që modestisht them që është e goditur. Pse e them këtë? Nëse Ismail Qemali ishte truri i pavarësisë së Shqipërisë, Isa Boletini ishte krau i armatosur i pavarësisë së Shqipërisë. Besoj ky është një përkufizim që shkon, ja vlen, domethënë, ja vlen ta përcaktosh kështu Isa Boletini. Por ç'ndodhi? Ndodhi ajo që ka ndodhur me gjithë këta heronjt, nacionalistët, patriotët që i kanë dhënë kaq shumë Shqipërisë. 3 vjet e 2 muaj nga dita e madhe e kombit shqiptar, pra nga shpallja e pavarësisë, njeriu që luftoi aq shumë për këtë pavarësi, u vra në një pusi, ja kjo është skica, nga 80 xhandarë malazes dhe serb. Ishte ora 21:13 të dielën e 23 janar 1916, kur plumat që vërshëllenin rreth rrotull si grerza të tërbuara e lanë të vdekur Isa Boletinin në kaldrëmin e urës Ribnica në Podgorisë të Malit Zi. Një bir i kohës së tij dhe që bashkë me vrasjen e tij në fakt u vra edhe Kosova, duke ja shkputur trupit të Shqipërisë. Pra, me vrasjen e Isa Boletinit u vra edhe Kosova në një farë mënyrë. E shkëputur nga trupi am. Isa Boletini u vra 3 vjet, 2 muaj nga dita e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Po të themi disa të dhëna të tjera. Ja, kjo është skena. Skena masive. Ajo është ura, serb dhe malazestej, dhe Isa Boletini në mes me njerëzit e vet. Dhe u vran Halil Boletini përveç Isait, Sejid Boletini, Janus Boletini, Halil Boletini, Hajdar Radisheva, Idris Bislimi dhe Misin Bala. A e kuptoni? 7 të tjerë, pra 8 persona. Çfarë pozite kishte Isa Boletini në këto momente? Thjesht ishte organizatori kryengritës për çlimin e trojave shqiptare. E kishte marrë statusin. Ai kishte lindur në 16 janar të vitit 1864. Ishte 53 vjeç e 7 ditë ditën kur u vra. 53 vjeç e 7 ditë. Në fakt ne na duket sikur Isa Boletini ishte një mosh 70 vjeç, 80 vjeç, por shih sa i ri ka qenë, 53 vjeç e 7 ditë. Është vrarë, ka qenë ditë e diel, 23 janar 1916 ora 21:13. Ku ka lindur Isa Boletini? Në Boletin në Mitrovic, në atë Mitrovic të Kosovës që ende sot diskutohen gjëra që ai vet do kishte shkulur flokët, po të jetonte sot, ishte gjallë sot. Domethënë kur aty serb të shpërngulur, thonë janë trojet tona, imagjino çau Isa Boletin nga varri, kështu duhet të thrasim. Vendi vrasjes ishte ura Ribnica në Podgorisë të Malit Zi. Kush ishin autorët? Pero Burić, bashkë me një kompani xhandarësh malazes, prej 80 personash, pra me komandant Pero Burić. 80 veta, 40 tej dhe Isa Boletini me 7 të tjera aty në qendër. A mund kishin shanse ata që mund të shpëtonin? S'ka asnjë lloj shansi. Çfarë ishin autorët? Ishin një kompani xhandarësh malazes. Brenda tyre kishte edhe serb. Kemi 2 varrime dhe për Isa Boletinin, në Podgorisë në fillim dhe pastaj në Buletin të Kosovës. Sot do flasim pak më vonë për varrimin. Çfarë ka thënë Isa Boletini për vdekjen? Tokën tonë që thau Osmanlia, lotët tanë nuk mundët me e njohëm, e tash na kena me evadit me gjak të shqiptarit. Vetëm Isa Boletini mund të thoshte këto fjalë. A e kuptoni? Tokën tonë që thau Osmanlia, lotët tanë nuk mundën me e njohëm, e tash na kena me evadit me gjak të shqiptarit. I jashtëzakonshëm edhe në mendim ky burr
shtrim, por edhe i mençur. Deklaratat bujshme për vrasjen e Isa Boletinit. Edward Grey, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe, gjatë takimit në Londër në vitin 1913, pasi Boletini dozoi pistoletën te roja përpara se të hynte në zyrën e tij. Është një histori për një pjesë e njohur, për disa pothuajse e panjohur. Dëgjoni se çfarë ka thënë Edward Grey për Isa Boletinin. Nëse gazetat do të shkruajnë se atë që nuk e bëri dot ushtria e pamatë osmane, e bëra unë. Isa Boletini u çarmatos vetëm në Londër. Dhe Isa Boletini ja ktheu. Jo besa as në Londër, nga poshtë brezi nxori pistolet. Jacques Edwin, shqiptarët, historisë e popullit shqiptar në Lasi deri në ditët e sotme. Pra, ministri i jashtëm Grey, Edward Grey i Britanisë, tha që atë që se bën osmanët e bëra unë të çarmatosa kur u futën në zyrë, sepse në hyrje të ministrisë jashtme atje sigurisht ai do dozonte armën. Dhe e futi në zyrë dhe për të treguar që ai të prekej në sedër, bëri një insinuatë, i tha të çarmatosa Isa Boletini, tha, atë që sa bën dot Osmanli, tha, se i dinte këto sedrat e një njeriu, kishte marrë informacion një njeriu si Isa Boletini. Po çka kishte bërë Isa Boletini? Kishte dozuar pistolet, po tjetër e kishte poshtë në brez dhe nxori jo, tha, që besa jo, tha, nuk më ka bërë këtë. Milovan Gjilas, shkrimtar dhe politikan serb, djali Nikola Gjilasit, në librin e tij Land Without Justice. Dëgjoni se çfarë ka shkruar. Admirimi për të bënte pjesë gjithashtu në pikëllimin ton. Admirimi për të bënte pjesë gjithashtu në pikëllimin ton. Në qoftë se një njeri duhet të vdes, do të ishte më mirë të binte ashtu siç ka rënë Isa Boletini. U kujtot për jetë nga ata që e pan dhe nga ata që dëgjuan për të. Pra, Milovan Gjilas ka shkruar për një armik që e quan ai Isa Boletinin. Por shikose me çfarë respekti flet ai për Isa Boletinin. Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, gjatë ceremonisë së rivarrimit të heshtrave të Isa Boletinit në vitin 2015. Isa po i kthehet përfundimisht Kosovës, po i kthehet Boletinit të tij të dashur, në cilin pushtues të ndryshëm rënuan çdo gjë, ja dogjën kulla disa herë, por ai dhe Boletinit e tij i ringritën sërish nga e para të gjithë ato që u rënuan, siç është ngritur shqiptari proreqe nga koha e Skënderbeut tek tej. Isa do të prehet në dheun e vendlindjes së tij në Boletin, por rivaroset aty nga u nis betejë me trimat e tij, aty nga shtektori në Vlorë për të shpallur pavarësinë e shtetit shqiptar. Dëshmitari i parë, Tafil Boletini. Një oficer komandues i kërkon shqiptarëve të dozojë armët, por Isa Boletini kundërshton. Jo besa, s'ka dorëzuar as krajlit as mbretit. Dhe nxjerr armën. I pari që shtije një far Petro Buriç, nëse kjo është pjesa e momentit të vrasjes, po unë do them disa dhëna që pastaj kalojmë te vrasja. Isa Boletini është simbol i rezistencës shqiptare kundër perandorisë osmane që solli pavarësinë e Shqipërisë, por edhe simbol i luftës kundër agresorëve serbe malazeze ndaj popullsisë shqiptare. Isa Boletini u bë njohur për të parë në histori teksa mori pjesë në luftimet e forcave shqiptare të lidhjes Prizrenit kundër forcave ushtarake të perandorisë osmane. Isa Boletini ishte komandant i rojave arnaute të Sultan Abdulhamidit të parë. Edhe një herë theksoj këtë. Si nisi karriera e Isa Boletinit? Ishte komandant i rojave arnaute shqiptare të Sultan Abdulhamid i parë në Stamboll. Ka qenë Isa Boletini. Pra, ka pasur një lloj pozite ushtarake. Nga viti 1908 deri në vitin 1912 Isa Boletini drejtori rezistencës shqiptare për pavarësinë e Shqipërisë. Si përfaqësues i Kosovës, Isa Boletini nuk arriti të ishte në Vlorë në kuvendin e shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1912, por mbriti një ditë më vonë për shkak të rrugës së gjatë dhe kushteve të këqija të motit. Isa Boletini u vënë në mbrojtje të principatës së Wilhelm von Widit në vitin 1914 në Durrës. Pas largimit të Widit, Isa Boletini kaloi pripetësi derisa mbriti në Shkodër, të cilët e kishte pushtuar ushtria malazeze. Mbreti malezi, Knjaz Nikola, e fali Isa Boletinin për luftën ndaj trupave malazeze me kushte të internohej në Podgoricë. Pas mbërritjes në Podgoricë, Boletini me 8 djemtë dhe nipat e tij paraqitet çdo ditë në komandën ushtarake. Isa Boletini u vran në Podgoricë si pjesë e një kurthi të intrigës të Knjaz Nikolës. Tani do flasim pak për skenën e vrasjes. Edhe një herë, i lutem nga e para regjia. Ka qenë veti 9, jo veti 8. Në 2 anë të urës Ribnica, 8 vjet ushtarë që kishin marrë në shenjë. Ose dorëzohu, ose të vritet duke luftuar bashkë me të gjithë. I ndodhur si peshqit në rrjet, s'ka. Ka pas shanse në këtë pamje. Faleminderit edhe një herë piktorit Gjergj Diko për pikturat
e jashtëzakonshme, skicat që ai ka bërë për gjitha vrasjet, për 100 vrasjet. Dhe në këtë moment, i ndodhur në këtë pozitë, ai bëri aktin e fundit. Nxori pistoletat bashkë me gjithë ata që ishin, vetinant, dhe qelloi çat mundte ndaj ushtarëve malazez dhe serb. Solli e gjithë kjo batare, kjo përplasje, solli një bilans tragjik. Isa Boletini u vra bashkë me të gjithë ata që ishin aty, por edhe 12 ushtar malazez. Pra, aty u vran Isa Boletini vetinant dhe 12 xhandar malazez dhe serb. Do më shumë u vran xhandar që kishin në dyja anët e urës se sa ata që ishin aty. Si u organizua ky kurth, kjo vrasje, kjo? Serbët dhe malazezët kishin një etje për të prakmarrje. Dhe bashkë me ta u bën dhe rusët dhe francezët. Kishin një qëllim, ta eliminonin Isa Boletinin. Atë që nuk e kishin arritur ta bënin me luftë ballore, në fushë beteja, e bën me urën e shtetit fqinj, pra në Malnezi. Konsulli francez në Podgoricë, Bishok, është njeriu që nisi realizimin e kurthit duke ftuar Isa Boletinin të shkojnë në Cetinj, në mënyrë që prandaj ta dërgonte jashtë malit të zi. Do të thënë e ftoi, e thirri, e ndolli. Mali Boletini i besoi kësaj ndime pa e menduar se në fakt po shkonte drejt ekzekutimit. Pra ishte një kurth nga konsulli francez në Podgoricë. Teksa ndodhej në Podgoricë, ai u gjen në një kurth që i solli vdekjen. Në fakt, ai nuk shef thjesht, ajo nuk është një vrasje, një atentat, një diçka, por është një kasapan. Ky është një kasapan. Dëshmitë e një masakri të organizuar vijnë nga 2 palët, viktimat dhe vrasjet. I pari është Tafil Boletini, nipi Isa Boletinit në një rrëfim unikal të botuar në një studim të Skënder Luarasit. Dëgjoni se çfarë ka shkruar Tafil Boletini, nipi i Isa Boletinit. Një 80 xhandar kishin zënë prit të dy anët e urës së Ribnicës, Karshi prefekturës afër kishës katolike. Unë me 2 vëllezër, sipas lajmërimit të Kasnesit, po ktheheshin për në shtëpi tek Axha, tek Isai pra. Patrulla në krye të urës që po prisin ardhin e Axhës na ndali. Kur oficeri urdhëron ndalimin, xhandarët me pushk gati të qellojnë pyesin: "Kush është Isa Boletini?" Por oficeri ndryrin duke thënë: "Mos shtini, nuk është asnjë nga këta." Por që 3 vëllezërit nuk kanë mundësi të lajmërojnë buletinin për vendimin e malazezëve, pasi më përdhun në kërcënimin e armëve, më mbyllën një shtëpi dhe mban të bllokuar. Pra, ky ishte veç atyre që përfunduan te ura. Në këtë kohë Isa Boletini veti 8 na del këtu, do të thënë, okay, ta kuptojmë, kishte hedhur hapat e parë në terrasat e urës së Ribnicës. Pra, Isa Boletini po kalonte në urën e Ribnicës. Pa dalluar se edhe pas krave xhandarët e mbyllën udhën që të mos kishte mundësi tjetër. Pra, në momentin që ata u futën, dolën ata përpara dhe nga ana tjetër dolën xhandarët e tjerë. Një oficer komanduese e kërkon shqiptarëve të dozojnë armën, po Isa Boletini kundërshton: "Jo besa, s'ja kam dorëzuar as Krajlit as mbretit." Dhe nxjerr armën. I pari që shtije ishte një far Pero Buriçi nga Vasoviçi. Me njerë flak për flak përgjigj dhe Isa Boletini dhe të tij me nga 2 revolver në duar. Pra, shqiptarët ishin me nga 2 revolver në duar. Brenda disa minutave të rrethuar nga gjitha anë, nga 10 xhandar, vritën të gjithë, Isa Boletini dhe 2 bijt, Halili dhe Zahiti, që ishte student në Vjenë, 2 niprit Dionuzi dhe Halili, Hajdar Selim Radisheva, kunati i Isait, djali i vëllait të Hajdarit, Idris Bilimi dhe Misin Bala nga Isniqi. Nga ana tjetër mbetën të vrarë 8 xhandar dhe plagosën 2 fishi. 8 xhandar të vrarë dhe 2 fishi, pastaj kanë vdekur. Shfaqja u sodit nga disa ministra malazez të treguar në prefekturën e qytetit. Pra, disa ministra në prefekturën e qytetit e kanë parë komplet skenën. Kjo është dëshmia e njerë e Tafil Boletinit, nipi Isa Boletinit. Rrallë ndodhë që të rrëfej autori një vrasje masakre, për më tepër, kur kjo ka ndodhur 100 vjet më parë. 100 shumë vjet më parë. I thonë 113 vjet më parë. Në rastin e Isa Boletinit nuk kemi një për 2 rrëfime. I pari është Vojvodiç
oficer rezerv bashkautor në këtë vrasje. Edhe dëshmia e tij është unikale dhe për fat të mirë u bë pjesë e botimit të veçantë në vitin 1977. Pra, një nga oficerët që ka marrë pjesë në këtë masakër, me inicialet PM dhe mbiemrin Vojvodić, ka shkruar, ka dhënë këtë dëshmi. Isa Boletini ishte në katin përdhes të shtabit të ushtrisë malazeze. Unë si roje kam pasur urdhër që ai të mos dalë nga dera. Në një rrethant të papritur kanë shkrepur armët te kura dhe Isa Boletini ka provuar të dalë në ndihmë të kreshtikëve të tij, por unë e kam plagosur duke e goditur në duar. Pas 10 minutave ka ardhur Nikola Gjilasi, babai Milovan Gjilasit dhe ka shtirë 5 herë në të. Ai ka grabitur risës pushkën dhe revolët që mbeten afër duarve. Dhe kjo është një dëshmi unikale. Edhe pse u realizua një vrasje masive dhe pak ka kuptuar në atë kohë se çfarë ka bërë, nuk ka vlerë të vogël fakti që vetë Vojvodić ishte prej pendes. Unë shumë vonë kam mësuar se kë kam plagosur. Sot pendohem shumë se çfarë mëkati kam bërë, por ju rrëfeva se nuk jam fajtor. Unë kam qenë vetëm një oficer që zbaton urdhra. Urdhri ka ardhur nga lart. Këtë krim e kuptuam shumë vonë. Fajtor është përfaqësia franceze, qeveria dhe mbreti i Malit Zi. Akuzë më të rëndë se kjo nuk ka. Nuk ka akuzë më të rëndë. Qeveria, përfaqësia franceze, qeveria dhe mbretëria e Malit Zi. I faqëson vetë oficeri malazez. Vojvodići ishte dhe mbeti një profil i ulët zyrtar publik, por dëshmia e tij është shumë e rëndësishme. Malazezi Milovan Gjilas, një shkrimtar dhe politikan me peshë gjatë regjimit komunist në Jugosllavi, sjell një dëshmi unikale Nikola Gjilasit, njeriu që kishte vrarë me dorën e vet Isa Boletinin. Pra, ne kemi Milovan Gjilas, një politikan në Jugosllavi që njihej në Shqipëri në atë kohë, ishte një anti-shqiptar, njihej, por ai rrëfen dhe diçka më të rëndësishme për ne shqiptarë, që babai i tij, pra babai Milovan Gjilasit, Nikola Gjilasi, kishte vrarë me dorën e vet Isa Boletinin, kishte qelluar dhe kishte vrarë me dorën e vet. Fal talentit të tij si shkrimtar, pra Milovan Gjilas, ai ka rënë në hise të vizatojë armikut duke përshkruar me nota admirimi. Shikoni se si e përshkruan Isa Boletinin një armik. Pra, babai i tij ka vrarë Isa Boletinin dhe si e përshkruan i biri. Betejë e Isës me ushtarët e tij vullnetar nuk kishte vazhduar shumë, pavarësisht heroizmit të rrep të shqiptarëve. Nga kjo goditje kishte rënë udhëheqësit tyre dhe besnikët e tij të devotshëm. Njerëzit më të afërt të Isës ishin likuiduar, ndërsa të tjerët ishin shpërndarë në 4 anët. Isa Boletini ishte vrarë, por kishte luftuar trimërisht, madje për një kohë të gjatë, pavarësisht se kishte mbetur i vetëm në rrugë të madhe. Ashtu i plagosur ishte ngritur në gjunjë dhe sado që nuk kishte fuqi për të mbajtur pushkën, qëllonte me revole që të paktën të vriste ndonjë prej armiqve, përpara se të jepte shpirt. Babai im ishte turr me vrap drejt tij dhe shqiptari pamposhtur e kishte kaluar revolën në dorën e majt, por nuk kishte pasur kohë të hapte zjarr. Një ushtar e kishte vënë në shënjesër dhe Isai kishte rënë për dhe. Babai ishte afruar me vrap, kurse Isa e kishte vështruar me sy të mëdhenj e të përgjakur. Kishte thënë diçka në gjuhën e tij antare dhe në atë çast kishte dhënë shpirt. Çfarë dëshmie, ha? Çudia vjen nga historiani anglez Joseph Swire, prapë dhe ky një historian me shumë kontribute për historinë e Shqipërisë, ka shkruar një libër me shumë vlera, por ky është furnizuar me një letër nga Edith Durham, që ka dërguar në 10 korrik 1928 dhe zbuluar në arkivin britanik nga studiusi i njohur i kohëve të sotme Bedullah Destani. Aty tregon për dëshminë që i kishte dhënë Qazim Kastrati për vrasjen e Isa Boletinit. Në atë kohë Kastrati ishte fëmijë, por kishte qenë dëshmitar okular i masakrës. Kjo është një dëshmi tjetër. Edhe pse Kastrati e ka rrëfyer me sinqeritet në një fëmijë, gjëra vjen me shtrëmbërime nga Swire, nga historiani anglez. Nuk dihet kjo pse. Në librin e tij kjo histori kalon me 3 rreshta të cilën anglezi më shumë i ngatron detajet se sa i sqaron ato. Ai shkruan se malazezët provokuan një grindje dhe më shumë edhe dyshime për prezencën e Boletinit në Podgoricë, se jep detaje për masakrën për cilën Qazim Kastrati i ka dhënë detaje më së të vlefshme. Ja pjesa e letrës së Kastratit që Joseph Swire nuk e ka parë të arsyeshme ta vendosë në libër, por këtë e zbulon Bedullah Destani. Një grup malazezësh hasin në 2 prej djemve të Isa Boletinit pranë Urrës, i ndaloi dhe u kërkoi të dorëzonin armët, ashtu si gjithë të tjerët në Malezi dhe ata marrin lirisht armë. Të kërkohej dikujt të dorëzonte armën ishte fyrje e madhe, prandaj 2 djemt refuzuan. Malazezët u përpoqën të flasin me ta dhe pas kësaj krisin pushka. Njerëzit e tjerë të Boletinit bashkë me Isën erdhën
për t'i shpëtuar. Filloi një betejë e madhe. Buletinët mundën që të grupohen në një vend prej nga ku mund të mbrojshin, por mbetën të rrethuar nga malazezët që ishin më shumë në numër. Lufta zgjati rreth 3 orë. 3 orë ka zgjatur kjo. E jashtëzakonshme. Më në fund malazezët përdorën një mitralos dhe i kositën të gjithë 9 vetë gjithsej. Pra, në një dëshmi del 9, një dëshmi del 8. Kjo është ngatresa. Nuk është ngatresë nga mua. Fal Zotit. Tani kemi një element tjetër që me të vërtet është e veçantë. Arma që vrau buletini një trofe i rrallë. Se sa kishte rëndësi vrasja e sa buletinit të tregon një trofe që ndodhet ende në shtëpinë e familjes Gjilas në Beograd. Sot në Beograd, në familjen Gjilas, ndodhet një pistolet. Nikola Gjilas, babai Milovan Gjilasit, pra ai që ishte një nga autorët e vrasjes, qëlloi me pistolet dhe këtë armë nuk e përdori më. E ruajti në shtëpinë e tij si trofe, pa e ditur që i biri Milovan Gjilas do të bënte karrierë si sekretar i Biroës Politike dhe zvendës kryeministër i Jugosllavisë dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Josip Broz Titos. Në këtë mënyrë arma që vrau një shqiptar, Safi dhe simboli i rezistencës, do të ishte më shumë se simbolik, ishte i mburrje për këtë familje. Pra, familja Gjilas, armën që vrau Isa Buletini e ruan në shtëpi si një armë që ka vrarë njeriu shqiptarin më të rëndësishëm, Isa Buletinin. Gjilasi i riu, pra shkrimtari dhe zvendës kryeministi, e ka derdhur me fjalë të zgjedhura për shkrimin për heroin shqiptar. Dëgjoni se çfarë shkruan ai. Babai kishte marrë mauzerin e tij të gjatë me dorezë të solisur agjenti dhe e kishte ruajtur si kujtimin më të shtrenjtë. Për çudi dhe ne fëmijëve na vinte keq dhe ndjenim hidhërim, prandaj kishim mbajtur zi për Isa Buletinin, fëmijët. Edhe babait i vinte keq, megjithëse ai ndjej krenar që Isa ishte vrarë prej grupit të tij. Ky ishte një pillim i veçantë, ishte më tepër një admirim për një hero supatrembur të Shqipërisë që kishte luftuar deri në fund në një fushë të zhveshur në mes të rrugës së madhe, pa i lutur kurkujt dhe pa falur askënd, ashtu drejt në këmbë, i pa mbrojtur. Admirimi për të bënte pjesë gjithashtu në pikëllimin ton. Admirimi për të bënte pjesë në pikëllimin ton. Çfarë janë këta serbët? Në qoftë se një njeri duhet të vdes, duhet ishte mirë të binte ashtu siç kishte rënë Isa Buletini. U kujtov për jetë nga ata që e pan dhe nga ata që dëgjuan për të. Shumë vonë ne i patëm treguar babait dhe ngasonin për këtë, se kishim lexuar që Isa Buletini kishte vdekur në Shkodër. Babai nuk e pranonte një gjë të tillë, po për të nuk kishte aq rëndësi, nëse ky kishte qenë Isa Buletini vet apo ndonjë nga oficerët e tij. Kryesori ishte që shqiptarët kishin luftuar në atë betejë dhe sidomos prisi tyre që nuk mund të ishte njëri tjetër veç se Isa Buletinit, ishte vrarë. Babait i kishin thënë se ky ishte Isa dhe kjo mjaftonte për të. Fakti i rënies së tij ishte provuar për jetë të jetëve në zjarrin e pushëve. E kuptoni çfarë bën serbi? Pistoletin që vrarë Isa Buletin dhe ruan në shtëpi. Kjo është dhe i quan për nder, për krenari që ka vrarë një shqiptar si Isa Buletini. Në vitin 2014, të gjitha agjencitë e lajmeve, gazetat dhe televizionet publikuan një lajm që kishte lidhje me vrasjen e Isa Buletinit, që nga ajo kohë 98 vjet më parë. Instituti Mjekësisë Ligjore në Universitetin e Strasburgut konfirmoi se eshtrat që ishin dërguar në këtë institut për ekzaminim ishin të Isa Buletinit. Një foto të Isa Buletinit, ju lutem. Isa Buletini kështu u varros 3 herë pas vrasjes në Podgorisë. Herën e parë me një ceremoni çuditërisht masive, në cilën Nasuf Dizdari nga Shkodra mbajti dhe një fjalim, dhe që nga kohë rodhën shumë ngjarje dhe jo vetëm derimi, por edhe përmendja e emrit Isa Buletinit cilësoi krim. Për vitet e kada varri ishte braktisur, askush nuk shkonte atje, madje ai quhej varri i humbur. Në vitin 1973, gjatë kësaj kohe që njeh si liberalizimi i regjimit të Titos ndaj Kosovës, u bë kërkesa e parë për kthimin e eshtrave në vendlindje. Fal përpjekjeve të familjarëve dhe studiuesve, varri u zbulua dhe më 15 nëntor të vitit 1979 u krye zhvarrimi i kërkuar. Në fakt, procesi shpejtoi dhe projekti i Bashkisë së Podgoricës, nga që në tokën ku preshin eshtrat, do të ndërtojë një park. Bashkë me eshtrat e Isa Buletinit u nxorën dhe eshtrat e 7 të vrarëve të tjerë të masakrës së 23 janarit 1916. Kishte 2 fakte që vërtetonin se ato eshtra i përkisin Isa Buletinit. Epitafi mbi gurën e varrit, por edhe mungesat e eshtrat e gishtit të mezit të dorës së majt. Edhe një herë, nëse të lutem regjia, një foto ku paraqitet dora e majt e Isa Buletinit, gishti i mezit i dorës ka qenë i prerë për gjysmë. Sipas familjes, Isa e kishte prerë nga gishtë moshën 3 vjeçare me sopat. Gishti i mezit aty nuk dallohet, po gishti i mezit i Isa Buletinit, do të thonë, është i prerë për gjysmë. 3 vjeç ai kishte prerë me sopat. Eshtrat u vendosën
me kujdes në një ark dhe varrosën në një kënd të oborrit në xhaminë e Mitrovicës në fshehtësi të plot. Muhamet Shukriu, Latif Berisha dhe Aslan Murati ishin 3 persona që betuan me njëri tjetrin se nuk do t'ia tregonin askujt këtë sekret. Ky fshet u mbaj deri në çlimin e Kosovës për të ndërtuar një memorial të veçantë. Pas 100 vjetorit të pavarësisë, nisi procesi verifikim të eshtrave për të kryer një ceremoni të zyrtare varrimi. Pas verifikimit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte i pari që deklaroi se eshtrat e Isa Boletinit do preshin në Vlorë pranë varrit të Ismail Qemalit. Ishte një deklaratë e mbaj mend shumë mirë unë dhe shumë të tjerë që Rama e caktoi që do varroseshin në Vlorë. Eshtrat e Ismail Qemalit, eshtrat të Isa Boletinit në krah të Ismail Qemalit. Si ajo fotoa, të lutem regjia, foton Ismail Qemali me Isa Boletinin. Fakti ideja është shumë e bukur. Por dhe Rama caktoi madje dhe datën, 10 qershor 2015. Por si të gjallë, ja kjo është fota. Dhe Rama kishte idenë që Isa Boletini të varrosej dhe të bëjë një varr monumental pranë varrit të Ismail Qemalit në Vlorë. Po si të gjallë ashtu dhe vdekë rruga e Isa Boletinit drejt Vlorës, qyteti ku ngjis shteti shqiptar, pati një të fat. Shqipëria e shpalli pavarësinë 28 nëntori 1912, por Isa Boletini nuk arriti në kohë të ishte pjesëmarrës. Pas 103 vjetësh, edhe eshtrat e tij nuk mund të arrinin dot atje. Më 10 qershor 2015, Isa Boletini u varros për herë të tretë, por jo në Vlorë, siç deklaroi kryeministri Edi Rama, por në oborrin e kullës së tij në Boletin të Mitrovicës. Ishte këmbulja e familjarëve që të bëhej kështu. Vërtet Vlora ishte pika e dobët e Isa Boletinit, por Mitrovica ishte dhe do të jetë në përjetësi dashuria më e madhe e herojit për cilën ai shkriu dhe jetën. Publicitet dhe kthehemi përsëri për vrasjen e Isa Boletinit. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Kthehemi në studio, jemi gjithnjë me emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Falenderojmë institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet dhe sponsor gjeneral i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Po flasim gjithnjë për vrasjen e Isa Boletinit. Kemi folur për gjithë mënyrën se si u vra ekzekutimi, tani do kemi 10 mistere që unë do t'i lexoj për vrasjen e tij. Përse Isa Boletini e pasi vetëm mundësi për të shpëtuar jetën e vet prej sebeve dhe malazeze, largimi nga Shqipëria për në Malezi dhe si i internuar. 2. Përse Isa Boletini i besoi faljes që deklaroi princi Malidozi Knjaz Nikolla. 3. Përse Isa Boletini besoi diplomatin francez për të shkuar në Podgorica që më pas largoi edhe nga Malezi. 4. Përse Isa Boletini mori me vete përveç djemve dhe nipat e tij për cilët nuk ishte e detyrueshme. 5. Po ishte ajo që ka thënë Ismail Kadare, ai kur shkonte në luftë merrte gjithë familjen. Përse Isa Boletini mbante bodyguard serb në grupin e tyre që i mbronin jetën. Kjo është një enigmë që unë për vete sa kam lexuar nuk e kam kuptuar kurrë. Në grupin e tyre që ruanin ishte edhe serb. 6. Përse ai dhe familja e tij për shumë kohë besonin serbëve duke ditur se ata asnjëherë nuk ka kthyer me mirënjohje ndihmën që u kishte dhënë. 7. Përveç malazeze, sa ishin të implikuar serbët në vrasjen e Isa Boletinit? 8. A i kishte shqiptar të përfshirë në kurthin ndaj Isa Boletinit? Po si mund të vritej Isa Boletini pa pasur gisht shqiptarët? 9. Përse në komunikatën e ushtrisë austriake për ngjarjen shkruhet se Isa Boletini ishte vrarë nga një përpjekje me ushtrinë malazeze, kur në fakt gjithçka ishte një kurth i organizuar? Ktu shtohet rrethi i implikuesve. Dhe 10. Përse Nikola Gjilasi, më shumë se te vrasja e Isa Boletinit, mendin e kishte te marrja e armëve të tij? Po ishte simbolika, pa diskutim. Kjo ishte vrasja e Isa Boletinit. Nuk e di nëse kemi ndonjë foto për ta komentuar, regjia, dhe për ta mbyllur këtë. Kjo është një portret. Po, kalojmë. Isa Boletini, edhe këtu i veshëm në kostum popullor, kostumi që se ishte asnjëherë me atë xhamadanin, po jo via, megjithëse ka sa vija aty, po, foto tjetër. Këtu duhet të jetë ajo mbërritja në Vlorë, mbërritja historike në Vlorë, jo në 28 nëntor, po 2 ditë më pas, kur ishte shpallur pavarësia, megjithatë kontributi i tij është i jashtëzakonshëm dhe mbërritja e tij në Vlorë
ishte me vonesë ishte si një gur i keq dhe Kosova mbeti jashtë Shqipërisë. Foto tjetër. Këtu duhet të jetë me një nga personalitetet tuaj, mos gaboj, Isa Buletini duhet të jetë me një diplomat huaj, jo shqiptar, nuk duhet të jetë shqiptar. Po, foto tjetër. Në një nga ato është një gravur ku e paraqet një nga ato luftimet e Isa Buletini, dhe ai duhet të jetë Isa Buletini me atë pushkën në krah dhe me mustaqet ndaj ushtarëve serb. Kjo duhet të jetë ose një gravurë e momentit të vrasjes, por që nuk është shumë e qartë. Foto tjetër. Edhe këtë e komentuam, foto tjetër këtu është me Princ Vidin, këtu është Durrës, ai iku Isa Buletini nga Kosova dhe ka ardhur në Durrës dhe ka qëndruar një pjesë të mirë të kohës së vet në gjatë mbretërimit të Princ Vidit. Këtu është Princ Vidi, ky që është me kurriz dhe mbretëresha Sofi, bashortja e tij. Foto tjetër. Edhe këtu është një gravur, Wilhelm von Witt, duke pritur Isa Buletinin, është me të vërtetë një karikaturë e kohës. Aty thotë jep një proklamat, jep një kështu për Princ Vidit, Isa Buletini. Foto tjetër. Këtu Isa Buletini duhet të jetë. Kjo është ure Mitrovicës. Aty nga ishte Isa Buletini vetë dhe në buletin pranë Mitrovicës aty është edhe varrosur ai. Aty ku ka lindur aty dhe është varrosur. Foto tjetër. Kjo është pistoleta dhe lulla. Jo lull, po kështu cingarishte. Pistoleta e Isa Buletinit. Po, foto tjetër. Jeleku i Isa Buletinit me plumën e vrarë. Momentin e vrasjes. E jashtëzakonshme dhe kjo. Foto tjetër nuk duhet të kemi. Ja, dhe skica. Po, kjo ishte vrasja makabre dhe kjo e Isa Buletinit. Na kanë vrarë më të mirët, shqiptarët më të mirë, ata që donin më shumë Shqipërinë dhe që dhanë gjakun e tyre. Ose siç ka thënë, e kanë skuqur më shumë, e kanë bërë më të kuq flamurin shqiptar. Ky është emisioni për sot. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Publicitet. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.